Hajde, tek të hemi të universitetit, vitet e universitetit. Nuk e tregum ato demonstratat, a i tregum në të kalumen. S'po t'ja i tregum ato, kur ndoshta i kemi tregu ma herë. Po, universiteti, arkitektura, ka qenë me qenë arkitekturë. Nuk kam qenë studente e mirë. Mos ta me lasdrume, po kam pas pasion, po kam qenë pak ma rebele, pak ma nonchalant. Kam marrë senet, po gjithashtu edhe kemi shëtit. Njëherë, më thatë me tregu njëherë qysh jom njoft me Mehmetin, apo? Në klasën e parë fillore, në gjyqëtorin e dytë, vjen një djalë në klasën tonë. Edhe na u duki mirë, dhe shkan me sytë e zi, dhe nxanë si mirë, po pak shumë arrogant, dhe shumë mirë, edhe të qysh fillun qikat me pëlqy ata, une si ashtu, mandej dikur mësusja ma vonë, tha ti duhesh mu ullë me Mehmetin, klasë me mësu me vizatu, sepse une kom qenë ma pedante, dhe se Mehmeti po vizaton, po për shkaravit edhe na ulli me një bank, po kur jemi ullë me një bank, une një anë dhe aj një anë. Të qysh si nuk na pëlqejke njëri tjetri, si shkojshim nerva njëri tjetrit. E mandej mësusja na boni spikera, se mësuesen e kemi pas tepër të mirë, Emetullahi Xhavili, duna me përmen. Ajo, për çdo program fund vitit na ka kep postumet, na ka bot shfaqje, na jemi kënaqë të bot shfaqjet bashk, edhe i ka thirr prind me i shfaqjen, e mandej si speaker të klasës, na bon une edhe Mehmeti. Në atë kohë une isha një kry ma e madhe se Mehmeti ish i natë dyqysh edhe u largoj, ke mos më pa që është ma i shkurt se une. Edhe ishim spikera kur e ishim të shfaqje, po që prap larg. Ishtë shumë interesant, ma vonë, edhe prej atëherë në atë kohë, televizioni i Prishtinës ka qenë vetëm 2 orë të dieleve, prej 12 deri në 2, ka qenë pjesë e televizionit Beogradit. E Shqip ka pas që ato 2 orë të dieleve, në ora 12 deri në 2. Ashtu më duket, nështë ka qenë edhe ma shumë, po ashtu më kujtohet. Edhe na thirren si fëmijë të Prishtinës, atë Kosovës, në klasë të parë, me recitu, me dalë në televizion, unë edhe Mehmeti. Dhe e kam atë incizim, se Antigona Qena ka pas gjetë në RTP, në arkivën e RTP-s, edhe unë e recitoj Burbuqen me kusat e kuqe, edhe Mehmeti Peshkaqenin. Edhe atër më kujtohet, deri sa kemi shku në studio, kemi qenë larg, jo afër njëri tjetrit. Si do që tjetë, na kemi qenë që shtot me një klasë, e dikur në vitin e 3 të shkollës mesme, mu fillan me më pëlqy ma shumë, edhe i thom, edhe pak kom qenë ma rebele, edhe i thom, mu po më pëlqente, unë e vetë i para, po më pëlqen a muj me qenë bashkë. Në të vërtet, a i ka pas signale ma herët që nuk jemi bashkë, se gjithmonë jemi si rival një farforme, kur e thot, po mendoj, thash, okej. Mandej, mas një javë vjen, thot, okej, jo me qenë bashkë, thash, jo më falë, tash unë s'po du më qenë. Po, mandej, kur ditë shoku Tito, na shkum në ekskurzion, në shkolla na qoj për qelë funerale, se e kemi pas një kujdestar klasës shumë kitist, edhe na mur dhe me him partia, që ka di une, edhe na qoj në Beograd, edhe që atëherë të më thonë, që tash për e lidhe, dhe kja shoku Tito na fillojmë me dashnin në dy, me zvete. Po, the rest is history. Tito është fajtore. Tito është fajtore, dhe vërtet, bash, në qatë ko. Edhe, nëjse tash po këthem prapë në fakultet ishte gjenerata e 4, i profesorat i kishim
me të vërtet në atë kohë, tash prej 74 kur është kriju Kosova, atëherë mandej filloj me lullzu Prishtina, Kosova, krejt ndërtesat që i kemi që tash hala ikonike me ish objektin e rilindjes, tash qeveria që e ka ministri që janë aty, me termocentralet, me Pallatin e Rinisë, Borro Ramizi që është ujtë për para, me kjo Grandi më vonë, mandej BÇK ndërtesa, mandej ndërtesa e radio-televizionit Prishtinës, mandej biblioteka, e krejt këto ndërtesa na lan burin me to, e krejt për një kohë shumë shkurt janë ndërtu, dhe krejt janë ndërtu prej punëtorëve tonë, prej punëtorëve tonë. Po, gjithçysh kanë qenë edhe në koordinim me birot projektuese në Beograd e jashtë. E çka po du me thonë, në të njëjtën kohë kur janë ndërtu edhe krejt të gjana, krejt të ndërtesa bukra, në atë kohë ka qenë baba i Mehmeti drejtori Ramiz Sadikut, e ai është, ka qenë ai drejtor, jo mbo edhe këto ndërtime, si inxhinier i ndërtimtarisë. E shumë gjëna që nuk dihen këto sene, se unë ty, kur ka vdek ty hallakat në librat e tij, e kom gjetë planin hapësinor të Kosovës, kur ka qenë ai sekretar i urbanizmit në Këshillin Ekzekutiv, që i bjen si ministër i urbanizmit, ai ka qenë në parti, baba i Mehmetit ka qenë në parti, babi jam jo, po çashtu ka qenë situata, edhe e kom pat punume prej ekspertave franqez, unë e kom ata ende, pa ta që edhe në ministri me ja u tregu, planin hapësinor të Kosovës, edhe i shkrum me çfarë gjuhet bukur, me çfarë atë plan na ende nuk e kemi në atë nivel. Plan hapësinor të Kosovës nuk kemi të tillë në atë nivel. E çka po du me thonë që çajo kohë ka qenë e artë, edhe me të vërtetë jo ndërtuese, edhe ka pas entuziazëm, edhe universiteti, edhe kuadrat, po arkitektura ka qenë e re, e për arkitekturë, krejt çka i kanë pas studentat e arkitekturës nëpër ish Jugosllavi i kanë mbledh, për të cilët kanë qenë asistenta ato, ndërsa profesorat si Kosova, Krajina Autonome e Kosovës, e ka nda buxhetin edhe i ka pagu profesorat më të mirë të ish Jugosllavisë, i kemi pas fakultet. Do të thonë gjysën gati ligjëratat e landëve kryesore i kemi pas në serbisht, apo kroatisht, serbokratisht, sepse kemi pas profesor të Sarajevës, Universitetit të Sarajevës, që i ka ndërtu okon edhe autori i ndërtesës e Borro Ramizit, edhe Skenderis në Sarajev, kemi pas profesor të Zagrebit, krejt më të mirë prej mandej Ranko Radulović prej Beogradit për historinë e arkitekturës, i cili ka pas edhe emisione në televizion të Beogradit, emisione për arkitekturë, ka qenë një profesor kulminant, mandej, po du me thonë, ka qenë një diversitet, e kemi mësu, kemi pas profesora me të vërtet shumë të mirë, po edhe asistentët të cilët kanë qenë të Kosovës që kanë studiu në atë. Unë miri kom pas punë me profesora, me asistenta pak jo fort, që ma hupë në shkrimin e sem, po it's okay, une vazhdova. Edhe, se prapë kisha pasion për arkitekturën, po jo nështë në mënyrë që është ma konservative dhe jo me qenë asi student i mirë, diçka sëm ka përqy me qenë student i mirë. Sido që tjetë, Mehmeti e kryen Akademinë e Arteve shumë me sukses, unë arkitekturën e zgjati pak, po e 90-ën të e punu temën e diplomës, kom pas diplomën xhami e re, xhamia Diellit. Do të thonë, çka më ka duk interesant pse e kom marrë atë objekt, se qysh një ndërtesa me spiritualitetin me përkthy në ndërtim, e më ka duk ma e leta një objekt sakral, aty mundesh me qenë ma i lirë, jo
konzervativ me i plotësu shumë do normal, caktuar normat në xhamin jon, po prap mundesh me fut edhe shpirtin ma shumë me nxirr a muj me ndërprej qëto?